Vllaznia B është ndalur në një barazim me rezultatin 1-1 në ndeshjen e Realës për kampionatat ndaj Dinamo B, të luajtur në fushën sportive Reshit Rusi. Kuqeblut kaluan të parët në epërsi me një gol të bukur të shënuar nga Ensar Tafili në fillimin e pjesës së dytë, por u penalizuan më pas nga një gabim i mbrojtësve në minutat shtesë të ndeshjes kur miqt barazuan rezultatin në 1-1. Pas këtij barazimi me Dinamo B, trajneri i vllaznisë B, Briken Obizi, tha se u ndërshkuan me vetëm një gjuajtje në port. Sparit episodit e donë në ndeshjen, normalisht ai 4 minutë shtesë me u kthyn bumerang, një standarde dhe gol. Gjithë lojën 90 minutin e hell poshtë rezultati, sepse unë do t'i urosha dhe do t'i përgëzosha shumë djemt për shpirtin e garës, dëshiren, lojën profesionale që banin, vënos me shumë mirë taktikisht, rujt me balancat, kriju me përsi numerike ndaj kundërshtarit deri sa arrit me të shërojnë. Me raste shumë pastra, kontrollu me edhe loje, por futbolli kjo është një herë në port, një mos vendosje e mirë e mbrojtësit mrapa të ideal dhe doli lirë dhe shënoj. Pas këtij barazimi, ekipi i Kuqeblu runditet në vendin e tretë në tabelën e klasifikimit me kuotën e 10 pikëve, 3 pikë larg vendit të parë, ku objektivi i vllaznisë B mbetet përsëri ngritja në kategorinë e dytë.